Andaj edhe Zoti Gjelle Gjelalu thot në këtë ajet, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa hu. Allahu, kush është Allah? I madh në mbretërinë e tij, i madh në pushtetin e tij, i madh në bujarinë e tij, i madh në falje dhe mëshirën e tij. Allahu i madh në emrat e tij, Allahu i madh në cilësitë e tij. La ilaha illa hu. S'ka kush që meriton të adhurohet pos atij. Nuk ka kush që meriton të adhurohet në qiell dhe në tokë pos Allahut. Andaj mos ju drejto as kujt tjetër pos Allahut. Mos preso prej dikujt tjetër pos Allahut. Mos shko në për këllëç baba dhe në vende tjera, por shko tek xhamiat e Allahut. Lutju atij Allahut duke thënë ja Allah, vetëm se do të hapen dyert e qiejve. Vazhdon Allahu Gjellahu Ala në këtë ajet madhështor që ta njeh veten e tij dhe t'ju tregon ju o ju robër se kush është ai, dhe thot El Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. I gjalli edhe i përjetshmi, atë nuk e kaplon as koti as gjumi. La ilaha illallah. O ju robër të Allahut, ai është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Ai ishte atë ditë kur nuk ishte askush. Ai do të mbetet atë ditë kur nuk do të mbetet askush. Çdo gjallës në qiell dhe në tokë ka fundin. Do të mbetet El Hayy alladhi la yamut, i gjalli i cili nuk do të vdes kurrë. Andaj pse mbështetesh në dikën tjetër pos Allahut? Wa tawakkal ala El Hayy alladhi la yamut. Mbështetu në të gjallin i cili nuk vdes kurrë. Para disa viteve ju robër të Allahut, dikush më tha që unë e kom shpinën shumë të fortë, se njifte filan kryetarin, apo filanin, apo alanin ve njerëzve të cilët kanë pasuri dhe pushtet. Erdita i vdiq, bet Allahu Gjellahu Ala dhe do të mbetet vetëm ai. Ne jemi të fortë me Allahun, dhe ne pa Allahun Azza wa Jall, edhe nëse kemi pushtete dhe pasuri, jemi të dobët. Vazhdon Allahu te bareke ve teala në këtë ajet madhështor që ta njeh veten e tij dhe t'ju tregon ju kush është ai dhe cila është mbretëria e tij. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Çdo gjë në qiell dhe në tokë është pronë e atij. Duart e tua janë të Allahut. Shikimi i yt është i Allahut. Veshët e tua janë pronë e Allahut, këmbët e tua janë të Allahut, duart e tua janë të Allahut, ki diell që ne ngrohemi është i Allahut, këta yje janë të Allahut, ki diell, apo më falni, ki qiell i madh është i Allahut, kjo tokë që je ul ti është e Allahut, prindërit e tu janë të Allahut, fëmijët e tu janë të Allahut. O ju robër të Allahut, i bëjmë mëkat Allahut me pronën e Allahut. O ju robër të Allahut, i bëjmë mëkat Zotit të madh Gjelle Gjelalu me pronën e atij subhane wa ta'ala. Kjo është mbretëria e atij. Çdo gjë që të sheh siri yt dhe që nuk të sheh siri yt, që ne e dim dhe që ne nuk e dim, është e Allahut Gjelle Gjelalu. Walillahi mirathu s-samawati wal ard. Allahu do ta trashëgon qiellin edhe tokën një ditë prej ditëve. Kurse mbretëria e tij në ditën e Kiametit vazhdon dhe thotë men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Kush do të guxon të ndërmjetëson atë ditë pos Allahut Azza wa Jall, pos lejes që t'ja jep ai subhanahu wa ta'ala. O ju robër të Allahut, Gjibrili do të regaditu para Allahut, Mikaili, Israfili, edhe Gjebraili dhe Muhamedi dhe Ibrahimi dhe të gjithë melekët e Allahut Azza wa Jall dhe të gjithë të fortit e dunjas do të rinë kashi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Wala yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman. Dhe nuk do të flasin vetëm kujt i jep leje Allahu Gjelle Gjelalu. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala ju vëllezër vazhdon në këtë ajet madhështor të njeh ju me atë subhanahu wa ta'ala. Njihni dijen e madhe të atij Gjelle Gjelalu dhe thot Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
Dhe Allahu e dije atë që keni përpara duarve të juj, dhe e dije atë që ka kalu. Wala yuhitun bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Dhe askush për krijesave nuk mund të dije diçka për diturinë e Allahu subhanahu wa taala. Një ditë prej ditëve ishte Musa alayhi salam me Khidrin, duke es me anije në përdet. Dhe një zogu ju vëllezër u ndal dhe me sjepin e tij mori një pik ujti nga deti. Khidri tha Musës alayhi salatu wasalam: "O ja Musa, a thu vallë, çka mori ki zog për këtij deti të madh?" Musa alayhi salatu wasalam i tha: "Mori asend." Tha: "Dija ime dhe dija yte dhe dija të gjithë krijesave ka shi dije sa Allahu azza wa jall është si kjo pika e ujtë që ki zogu e mori nga mesi këtij deti të madh." Ya'lamu kha'inat al-a'yun. Ai di fshehësitë e gjoksave tonë. Ai e di ju robërt Allah se çdo njeri pe jush tash se çka mendon në këtë moment. Ai dëgjon këto fjali apo mendon diçka tjetër. Ai subhanahu wa ta'ala dëgjoni dijen e atij. Allahu xhallahu wala e di atë që punojmë. E di atë që kemi punuar, e di atë që do ta punojmë, e di atë që nuk e kemi vepru, po ta vepronim, si ta vepronim. Ai xhelewala e di që ndonjëri prej nesh në qoftë se në këtë moment nuk do të ishte në xhuma, ku do të ishte dhe se çka do të vepronte. Allahu akbaru kabira. Ne nuk e kemi madhru Allahu me madhëri që i takon. Walhamdulillah.